prov të shkurtër me distancierit kompas long range. Përshëndetje gjithë nga Albania Metal Detectors. Sot do kryejmë një prov të shkurtër me distancierit kompas long range. Po zgjedhim modelin kompas long range max, një distancier i cili shkon 3000 metra largësi dhe 10 metra thellësi. Gjithashtu kemi dy modelet e tjerë, kompas long range Gold X dhe Horizon. E vendosim distancierin tek programi floririt. Tu kemi një sasi floriri diku te 30-40 gram dhe më pas drejtojmë distancierin me drejtim nga toka 3 deri në 5 minuta dhe e ngrijmë që të masim për sinjalin e floririt. Mbajmë distancierin në nivel, presim derisa distancieri të orientohet. Nga çdo drejtim distancieri mban drejtimin e floririt. Dhe po t'i shkojmë sipër, distancieri na rrotullohet. Për më shumë informacion dhe porosi, kontaktoni numrat në telefonin dhe më presim në dyqan.